Protestuesve të cilët poshtë zyrës së tij kundërshtuan dokumentin Besa, kryeministri Rama ju kundërpërgjigj përmes një statusi në rrjetet sociale, duke i cilësuar komentet për dokumentin që e ka paraqitur si një shenjë reflektimi nga protesta qytetare, si muhabete Sorrash e Korbash. Më vinë rrugë të ndryshme përmes WhatsAppit nga miqa të panjohur muhabete Sorrash e Korbash pas fjalës sime për bulevardin e Flamingove. Njëri prej tyre, që e kam dëgjuar edhe me audion origjinale nga poshtë dritare së zyrës, do një koment. Përsërisin që s'duan dialog, s'ka negociata, s'japin besë, po duan vetëm dorëheqjen time, keq kuptimi i madh. Zotohet se nuk kanë ndërmend të prish kontratën me 800.000 shqiptarët që e kanë votbesuar në 11 maj. Asnjë prej tyre s'më ka dhënë vot, me asnjë prej tyre s'kam kontratë dhe për asnjë prej tyre, as për të tërë ata bashk, s'më ka shkuar asnjë ndërmend të prish kontratën me 800.000 shqiptar, ndër të cilët edhe plot Flamingo. Fjala ime ishte për mësimet që mora nga Flamingo dhe i drejtohej atyre, jo puplave të zeza që mblidhen çdo natë në bulevard pas shtektimit të Flamingove. Në atë fjalë, Sorrat e Korbat ishin pjesë, sepse janë ata anaerët e protestës, po jo se kanë pjesë në ato mësime apo në detyrimet e nxjerra prej atyre mësimeve. Ndaj dhe kërkesën e tyre për dorëheqje e cilëson të panegociueshme, duke ju prerë çdo shpresë se nuk do të largohet nga pushteti, të paktën deri në 2029. Kështu që Sorrat dhe Korbat as mos lodhen hiç së refuzuari Besën, sepse Besa jon s'ka asnjë lidhje me ta. As mos rreshtin së ardhuri poshtë penxheres time me kërkesën për dorëheqje deri në vitin 2029 po të duan, sepse liria është e njëjtë edhe për ata dhe demokracia funksionon njësoj për të gjithë. Ndërsa kontrata ime me shqiptarët nuk varet në asnjë pikë të vetme nga ata, po është pronë të gjithë atyre me të cilët kam nënshkruar, si dhe gur themeli i jetës demokratike. Besa e Ramës do të ketë si test të parë pikërisht projektin e Zvërnecit. Brenda 90 ditësh synohet të zhvillohen dëgjesa, përfshirë dhe grupet që protestuan, si dhe të bëhen publike dokumentat apo të realizohet një vlerësim paraprak, për të marrë më pas vendimin për të ardhmen e atij projekti që ishte fillesa e protestës qytetare.